Më në fund, Bashkimi Evropian mobilizohet për të taksuar konkretisht bankat europiane, një hap ky i rëndësishëm ndaj krizës ekonomike aktuale. Komisioni Evropian ka propozuar një taks për të gjitha transaksionet financiare midis institucioneve europiane, kur të paktën njëra nga palët e transaksionit ndodhet në territorin e Bashkimit Evropian. 65% e popullsisë europiane është në favor të kësaj takse dhe shoqëria civile ka vite që e pret këtë vendim. Kjo taks kontribuon në uljen e deficitit publik dhe mund të shërbejë dhe si e ardhur e pastër e buxhetit të Bashkimit Evropian me një gjenerim të ardhurash rreth 7 miliardë euro. The financial sector plays a central role in the economy. Sektori financiar luan një rol të rëndësishëm në ekonomi duke mundësuar një çmim të ndershëm të ardhurave për një ekonomi produktive. Në vitet e shkuara, sektori financiar ka abuzuar me këtë rol qendror. Taksa që propozojmë ka të bëjë me shumicën e produkteve financiare për të evituar që aktiviteti të kaloj nga njëri produkt tek tjetri për të evituar taksën. Së dyti taksa është e ulët 0,1% për aksionet dhe detyrimet dhe për produktet e tjera me 0,01%. Taksa do të vendoset për institucionet financiare në vendin e tyre të rezidencës dhe ka në objekt të gjitha transaksionet financiare që lidhen me tregun europian. Thus, it will capture all financial transactions related to the European financial market or European economy. Ky vendim ka një impakt edhe për filialet e bankave europiane që ndodhen në Shqipëri. Por transaksionet e qytetarëve europian dhe ndërmarrjeve europiane, duke përfshirë edhe ato shqiptare, nuk do të taksohen. Edhe huat e hipotekimit, kredit bankare apo kontratat e sigurimeve janë të përjashtuara nga kjo taks. Vendimi për vendosjen e kësaj takse duhet të merret me unanimitet në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian dhe pritet të hyjë në fuqi në 2014.